Faleminderit zonja Hoti. Fjalën e ka zonja Julie Mirit, përgatitet zoti Aleksandër Xhufi. Përshëndetje shqiptar që jeni këtu në sallë, jashtë kësaj salle, jashtë Shqipërisë, kudo që jeni. Nuk e di a e keni pyetur dhe ju veten si unë për këtë vend të vogël, për të çuditshëm siç është Shqipëria, se çfarë mban që të jetë i përjetshëm? Çfarë mban këtë komp që të pushtohet nga perandorit më të mëdha dhe të mos zhduket? Çfarë mban këtë komp që bashkëtoj me shumë kombe tjera dhe të mos asimilohet? Nuk e di a e keni pyetur veten se a e keni dhe ju atë dashurinë konfuze, siç e kam unë për shqiptarët që ndonjëherë të duken populli më i bukur në botë dhe të mallëngjin me veprimet më të thjeshta, dhe ndonjëherë të duken populli më absurd në botë që nuk reagon. Mendoj që kam një përgjigje. Në kohërat më të vështira, në kohërat më të errta, atëherë kur duket se çdo gjë ka marrë rrugën, e ka marrë drejtimin, Shqipërisë i lindin sa patriot. Shqipërisë i lind një Skënderbe, i lind një Ismail Qemali, i lind një Luigjë Gurakuq, Panol, i lind një Adem Jashar, që ndryshon rrjedhën e historisë. Ju me siguri i keni dëgjuar historitë e këtyre dhe mendoni që i dini, por ajo që nuk dini është lufta që këta patriot kanë bërë me shqiptarët. Po, me shqiptarët. Shumë njerëz mendojnë sot që po të jetonin në kohën e Ismail Qemalit, atë gjithë këtyre emrave, do të ishin për krah të tij. Mendojnë që do kishin firmosur bashkë me të. A jeni të sigurt? A jeni të sigurt që po të ishit në kohën e pavarësisë do ishit pranë tyre, sepse pavarësisë së Shqipërisë, lufta për pavarësinë e Shqipërisë ka zgjatur rreth një shekull. Nuk ka qenë vetëm dita e pavarësisë. Dhe një nga arsyet pse kjo luftë ka zgjatur rreth një shekull ka qenë sepse ka pasur shumë shqiptarë që në perandorinë osmane mendonin që mirë jemi, s'kemi ç'na duhet, as autonomia, as pavarësia. Jemi në rregull. Unë mendoj që nëse jeni sot duke pirë kafe në këtë gjendje që është Shqipëria, me shumë mundësi do të ishit duke pirë kafe dhe në atë kohë. Faleminderit. Nuk dua të heq paralele krahasimi mes emrave që kemi sot këtu dhe emrave të këtyre shqiptarëve të mëdhenj, sepse krahasimet do t'i bëj, ato gjëra do t'i bëj historia, dhe mbi të gjitha unë nuk po flas sot për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, nuk po flas për luftën e këtyre dyave, sepse lufta që po bëhet sot në Shqipëri nuk është midis dy partish. Është një luftë shumë më e vjetër se kjo, është një luftë e vjetër sa historia e njerëzimit. Është një luftë mes të drejtës dhe të padrejtës, është një luftë mes të mirës dhe të keqes, mes frenimit dhe veprimit. Është një luftë mes shkatrimit dhe ndërtimit. Dhe në luftë nuk është momenti i emërtimeve dhe i barrierave, në luftë është momenti i veprimit. E imagjinoni dot nëse këto burra që kanë luftuar për Shqipërinë do thonin që unë nuk merrem me politikë. Nuk e di në çfarë momenti të historisë së Shqipërisë doli në mod fjala nuk merrem me politikë dhe shqiptarët ja lanë vendin në dorë atyre që e urrejnë këtë vend dhe menduan që të mos merresh me politikë është diçka e mirë dhe Shqipëria i takon atyre që e vjedhin, atyre që shkatrojnë, atyre që pushtojnë. Çfarë do të ndodhte sikur shqiptarët e Kosovës që i sollën pavarësinë dhe shpallën Kosovën shtet bashkë me familjen Jashari që u bë një nga familjet më simbol të kësaj lufte, do thonin që unë nuk merrem me politikë. Nëse Ibrahim Rugova do thonte që unë nuk merrem me politikë. A e kuptoni ku do ishim sot? A e kuptoni që nuk do kishim fare Shqipëri sot? Po ne që na kanë pushtuar jo të huajt, po na kanë pushtuar shqiptarët vetë. Do ja lëm në vendin këtyre? Të rrim neve të marrim rrugët e botës nëpër emigrim sepse nuk merremi me politikë dhe këta të rrinë të shkatrojnë rehat dhe të vjedhin rehat Shqipërinë? Të rrim neve të na vënë barriera për të shkuar në det, për të shkuar në mal, të na vënë barriera në rrugët e Shqipërisë, të na vënë ushtar për të kaluar në rrugët e shtetit tonë sepse ne nuk merremi me politikë, të na lënë të na ndryshojnë gjinin e fëmijëve tanë, të na marrin, të na vjedhin fëmijërinë e vendit tonë me hormone, sepse ne nuk merremi me politikë. Duhet kthehemi te rrënja e fjalës politik, që është qytetari-bërje, duhet kthehemi ke kuptimi i vërtetë i kësaj, duhet kthehemi te shembulli i këtyre njerëzve që kanë bërë politik. Një prej tyre është dhe Partia Demokratike,
nëse Partia Demokratike, nëse ata që themeluan Partinë Demokratike do kishin thënë në 91-shin që ne nuk merremi në 90-ën, që ne nuk merremi me politikë, ku do ishte sot Shqipëria? Do kishte vazhduar akoma me Partinë Komuniste. Jo, ne do merremi me politikë dhe unë i ftoj të gjithë shqiptarët që të afrohen dhe të kontribojnë realisht në këtë luftë që jemi të gjithë, të afrohen te Partia Demokratike, ose nëse nuk duan të përfshihen te Partia Demokratike, të rrinë pranë saj, të japin kontributin e tyre me vepra dhe jo me fjalë, sepse nëse vërtet e duan të mirë në Shqipëri, të mirë në Partisë Demokratike, nuk do e kritikojnë atë nga larg, po të futen këtu, të përfshihen këtu dhe të japin shembullin e tyre dhe të japin kontributin e tyre dhe të vënë emrin e tyre. Nëse nuk i pëlqen Partia Demokratike, nëse nuk i pëlqen lideri i Partisë Demokratike, nëse nuk doni kurse si të afroheni me këtë, atëherë na jepni një zgjidhje dhe largojeni ju Ramën. Po ama na jepni zgjidhje, jo mend. Nuk duam më mend. Me mend jemi plot. Shqipëria do të shpëtojë gjithsesi. Këtë e ka treguar historia. Shqipërisë do i lindin gjithmonë njerëz që e duan këtë vend. Këtë e ka treguar historia dhe këta njerëz që e duan këtë vend do e marrin gjithmonë nga mbrapa atë pjesë të popullsisë që është e përgjumur, e fjetur apo në kafe. Këtë e ka treguar historia. Por çështja është me sa kosto do ndodh kjo. Sa më shpejt të afrohemi të gjithë këtu, të bëhemi të gjithë një front i përbashkët opozitar, aq më shumë shkatërrim do i kursejmë Shqipërisë. Unë dua ta mbyll me disa vargje të himnit kombëtar që komunistët i hoqën nga himni, sepse komunistët gjithmonë mendojnë që po hoqën fjalët, mendojnë që fshin historinë, kështu si me gomë, siç fshin fjalët në letër. Se Zoti vetë tha me gojë që kombe shuhen për mbi dhe, po Shqipëria do të rrojë. Për të luftojmë ne. Faleminderit zonja Emiri për fjalët tuaja. Fjalën e ka zoti Aleksandër Xhufi, të përgatitet zonja Ina Zhupa.